aq sa e bën të lumtur dikan, po aq të kthehet lumturia ty. Dhe aq sa shkatron dikan, po aq vujtje do të përjetojsh në jetën e kësaj bote edhe më shumë, siç ka në për transmetime ndryshme. Jo a ka të drejtë me kërku lumturinë këtë botë, por është i detyruar edhe është i porositur për Zotin Madhërisht me i shfrytëzu benefitet e jetës. Jeta është dhurata më e çmueshme që ka dhënë Zoti qenieve të çalla. Më e çmueshmja. E pastaj mbas jetës është udhëzimi. Pra, është gabim i madh nëse dikush mendon që kjo jetë nuk ka vlerë. Edhe pse diskutohet nëpër libra të ndryshme, ata që kanë pa këtë jetë nga dimensioni negativ, e kanë zhvlerësuar potencialin e jetës. Po ne kam vetëm një kundërpërgjigje ndaj tyre. A ke dëgjuar se ndaj kush mrin brigjet xhenetit nëse s'ka kaluar përmes kësaj jete? Pra ka ç'është vlefshme jeta. S'ka mundësi me arrin xhenet pa kaluar për këtë jetë. Pra nuk është vetëm se do të thonë distancimi për jetës, po kërkohet që me shfrytëzu çdo element të kësaj jete. Ata të cilët e kanë këtë çastë ndaj jetës. Dhe thonë për shembull, çka do të na vjen këtë jetë prej këshijave, ne po shpresojmë botën tjetër, e kanë gabim këtë çështje. Ne do të luftojmë për më të mirën të mundshme. Do të japim maksimumin nga vetja, aspekti intelektual, formimi, puna, kështu me radhë, mi mri, do të thonë suksesin më të mundshëm të jetës. Dhe kur nuk e arrijmë dhe sprovohemi, këtu pastaj vjen shprehje shpjegimi se Zoti Madhërisht dëshiron me sprovuar këtë botë por me arrit vlerën në botën tjetër. Po ne kemi të ndaluar me kërkues provën. Ne duhet të gjindemi në situata vetëm pasi sprovohemi. Por jo me kërku, do me thonë o Zot, unë e pedu një gratë larë në xhenet e të sprovon këtë dunjë. Neve na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi, me thonë o Zot, mos na sprovo për belave se bote. Por nëse na ke zgjedhur më na sprovu, atëherë mundson e dalmi për kësaj sprovë faqebardh. E pastaj gradat e mëdha të arrim në xhenet. Pra nëse arrim me kuptuar çka po them, është gabim në kuptimin konceptual që njeriu me arën këtë jetë dhe mos me provu me shfrytëzu elementet pozitive sa jetë. Dhe me thonë, okay, unë më mirë për zgjedh rrugën e sprovës. Jo, përkundrazi, na duhet të lutim për më të mirën e mundshme, bile nëse është e mundur me ndar pse bote pas një sprovë. Nëse është e mundur, edhe pse është e pamundur, po ne lutemi që mos kemi sprova. Madje edhe dërguari Allahut, i cili më së shumti u lut mos me pas prova, por ja që më shumë ti ka pas prova. A ne kam thënë të lutemi mos kemi sprova këtë dunjë. Por më së shumti është provuar në gjitha nivelet e provës dhe ka shkuar te Zoti Madhërisht me gradë më të mëdha të mundshme. Pra na lutim Zotin mos më na sprovu, e nëse na sprovon, të na jap mençuri dhe dalmi pe krizës. Sa është interesant një ajet në Kur'an këtë çështje, sepse edhe në sprova Allah e përmend lumturinë. Që mbrapa tash ka linti normal, bos pyetjes tone. Allahu thon në Kur'an ma asabe min musibetin illa bi'idhnillah. S'ka mundësi me ndodhë ndryshe përveç që kam caktuar. Dhe me njerë mas së fjale ka thonë, men yu'min billah, kush i ka besu Zoti Madhërisht, yahdi qalbe, ai kom ja qetësu zemrën dhe kom ja pushu dhe me thonë atë vujtjen që e ka, kom ja kthy në shpërblim. Pra dhe në sprov, udhëzimi Allahut është shumë i domosdoshëm dhe pastaj edhe pas provës ne duhet me vazhdu jetën që ka thonë Zoti Madhërisht. Hoxh, dhënia e sadakas. Cili është ndikimi i saj në gjetjen e lumturisë? Është shumë interesant se ka studime të ndryshme në këtë çështje se sa ndikon sadaka në kthimin e lumturisë për veten e vet. Njeriu është krijuar qenie komplekse. Dhe nëse studiohet aspekti psiqik, emocional, është fushë e gjanë. Është interesant kjo çështje se Zoti Madhërisht prej kritereve të arritjes së lumturisë e pas ka bërë edhe një kriter. Aq sa e bën të lumtur dikan, po aq të kthehet lumturia ty. Dhe aq sa shkatron dikan, po aq vujtje do të përjetojsh në jetën e kësaj bote edhe më shumë, siç ka në për transmetime ndryshme. E tash çka ndikon sadaka? Unë e përmenda një ditë një rast që më prek edhe mua, sepse erdhi një njeri dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, tha cili njeri është më i mirë? Tha i cili gëzon të tjerët. Që fuqinë e shpjegimit të pejgamberit. Tha Rasulullah, cili njeri është i mirë këtë dunjë? Pa dash me një detaj që këtë pretendon se më të mirë. E përkufizoi me një fjalë shumë shkurt, sa ishte pasionik që e pyeti pejgamberin. Tha vepra më e mirë dhe njeri më i mirë te Zoti është ai cili e gëzon dikan. Edhe lexova një shkrim një prej pasionikëve të mëdhenj me një vend, i cili kurrë s'kishte dhënë sadakë. Mirë, po gjithmonë kishte pas ankesa se nuk peshjon jetën, nuk po ndjen jetën e kështu me radhë. Derisa një shok i tij e propozon që me dhon parë për një shoqatë e cila mirret ekskluzivisht me fëmijë që kanë domethënë nevojat e veçanta. Dhe ky thotë po, ne po jap. Kur pa e di çka sadaka. Dhe gjithmonë tu anku se nuk është i lumtur.
pasuri, po ku e di çka. Dhe dialog i gjatë, vjen deri te një moment dhe shkon jep sadak vet, me dorën e vet. Dhe thot kështu. Thot e kam pa fëmin në karrocë. Dhe mosh drejtu ofër meje. Dhe më këshyr thellë në sy. Dhe thot njëri prej tyre afrom te ky person. Thot afrohet tek unë dhe ma kap dorën dhe më thot, nal ta shoh fytyrën, sepse duam të pa atë në xhennet. Thot ky fakt, ky moment, thot ma ka ndryshuar jetën. Dhe kam pasur që në këtë dunja ti nuk i pesh sa merr prej kësaj bote, po ti ki pesh sa jep në shoqëri. Dhe ka një rregull reciproke. Sa e bën të lumtur dikan, pavarësisht kategorinë e tina. Po aq lumturi do të përfitosh për vete. Një prej tyre sadaka, pra padyshim se ndikon fort në rregullimin e raportit me Zotin e Madhërisëm dhe më mundson njeriu të me arrit pra kënaqësinë dhe lumturinë e kësaj bote.